izraelitët, do ikim ne, do vinë ata. Po pse ne që ikim dhe ata që vinë, ç'a do bëjnë ata? Do vinë si turistë? Jo. Vendi është i shqiptarëve, shqiptarët mund të rinë vetë, mund të punojnë aty. Shqipëria është një vend i bukur, ka hapësirë për punë, për ndërtime, është vend në zhvillim, por arroganca e qeveritarëve tanë, qoftë ata të PD-s, qoftë ata të PS-s, ka bërë që njerëzit të braktisin vendin jo për papunësi, se punë ka dhe Shqipëria, po thuaj se rrogat janë të larta në Shqipëri në krahasim me disa vende të Bashkimit Evropian siç është Greqia, afërsisht sa Greqia i ka, apo Bullgaria, apo dhe Rumania, jemi aty me rrogat. Zoti Valla, dhe diçka të fundit kam, gjithë Ballkani thuaj se po zihen jo protesta, konflikte të brendshme, si do mbyllet kjo verë, se ka nga ata që mendojnë që është edhe si verë e Ballkanit kjo, duke marrë krahasimin me pranverën arabe. Me disa analistë ndërkombëtar apo ndikues në politikën e vendeve ballkanike siç është Shqipëria, Greqia, Bullgaria, Maqedonia, thanë Rama si do iki? Rama tha mund t'iki fundit sa thjeshta me një telefonat, tha. Po pse? Se është më i dobët, tha, se Vučići në ushtrimin e pushtetit të tij në vendin e tij, në krahasim që Vučići në Serbi është shumë i fuqishëm, qoftë dhe Miskosi në Maqedoni, qoftë dhe Mitsotakisi në Greqi, ashtu siç kishim në Hungari. Pra zoti Rama tha do iki fundit, tha, po do iki me një telefonat. Ajo që e tha dhe vetë zoti Rama, jam i mërzitur dhe mund t'jap dorëheqje. Po zoti Rama, mund t'japësh dorëheqje, po jo t'japësh dorëheqje dhe të vijë zoti Sali Berisha një pjesë e pushtetit të kalbur apo të vjetëruar, kostumi vjetëruar. Mbi 80 vjeç, shikoni me veprimet mira ç'a është PD-ja dhe zoti Berisha në kuvendin e saj. Edhe pse u majt një kuvend për zgjedhje antarëve, u zgjodhën gjithë me letra në xhep. Plus që zoti Berisha na vuni dhe flamurin grek aty në kuvendin e PD-s. Hera parë ndodhi një parti shqiptare të valvitet flamuri grek me ekranet e mëdha, dhe të majnë fjalimet deputetët nacionalist grek anti-shqiptar që i kishte ftuar zoti Berisha, që i kishte ftuar të përshëndetin, por ti kur do të ftosh deputet grek apo politikan do të ftosh ato që janë paqësor, se ka dhe grek paqësor, ka dhe grek qinj që janë anti-shqiptar, dhe ftovi një deputet që ka marrëdhënie shumë të mira me shërbimin informativ të Greqisë e Ypin kundër Shqipërisë dhe shpesh e kanë patronat jugun e Shqipërisë për t'i bërë dëm shqiptarëve dhe e ftovi aty dhe e valviti flamurin grek atje. Jo se kam unë probleme me flamurin grek. Po linë pyetja ku man kongresin apo ku vendet të Demokracia e Re Mitsotakis dhe Tritan Sheu dhe Genç Pollo kanë qenë shpesh aty apo Ivi Kaso. A është valvitur flamuri shqiptar? Kjo është hera parë që në kuvendin e një partie shqiptare valvitet një flamur, që tek i fundit është një flamur që i ka shpallë luftë Shqipërisë dhe man të anshëm ligjin e luftës, që në atë flamur janë kryer masakra mbi shqiptarët, mbi jugun e Shqipërisë, mbi Çamrin, është bërë dhe pastrim etnik. Kjo nuk është urrëtie, është kujtesë historike që ne duhet i kemi parasysh gjithmonë, duhet përdojmë responsabilitet midis Greqisë dhe Shqipërisë, edhe pse ata janë më të fuqishëm sot dhe ne jemi më të dobët. Do të lutem dhe diçka në fund, kush fiton, Rama apo protestuesit? Shiko, duhet të jemi pak të qartë që Rama është mjeshtër i heshtjes dhe i izolimit të protestave. E mani mend kishim protestën fuqishme të armëve kimike të Sirisë, edhe u heshte ajo protestë. E mani mend që kishim të suksesshëm protestën e studentëve, ishte një protestë shumë shprese. Dilte njëri me kokoren ato, mendja se hiqte kokoren nga koka, bënte sigurisht më i ditur dhe më i fortë i studentëve. Dhe ajo protestë u heshte, dhe ato fytyra u zhdukën. Edhe kjo protestë, unë shpresoj që protesta mos zhduket. Unë shpresoj që protesta të jetë më e fuqishme të përkrahët, po jashtë ngjyrave politike dhe partijake. Pra, të heqim një të keq e të sillim një super të keq. Por unë, duke patur parasysh inteligjencën e Ramës, pushtetit që ka mekanizmat e tij, si çdo pushtet, që mund ta heshtin protestën. Zoti Valla, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit dhe juve.